që këtu njerëzit po e bujnë? Jo, nuk lodhna. Nuk lodhna, e bëjmë me qef, me dëshirë e bëjmë. Me dëshirë. Jam prej Gilanit. Po, prej Gilanit. E pastroj shumë herë e kom pastruar këtë vendin këtu. Është një kolegës të më objekti, e pastroj. E pastroj me gjithë qef. Sa është e lodhshme, ndoshta edhe amërzitesh ndonjëherë kur vjen me pastru dhe me kono për rap pas kanë hënë. Jo, nuk mërzit në ajë shpër kësi punë. Hiq. Jam 60 vjeqar. 60 Po. vjeqare, 60 Edhe e bëj punën me zanë. 60 këshin, ose një mesazh që ju kishe jap gjithë qytetarëve të Prishtinës, masi kokë edhe i Gilanit e po vjen edhe me ju largu, po them kështu, veturinat mijat e të krejt njerëzve, një mesazh për krejt njerëzve. Mesazhi kone jam me të arrujnë pasër të jenë, mos qesin. Në shumë jemi të pasër mrena, ama për jashtë jemi katastrofë. Shpi me pasër se u bori së shtjani. Ama këto kallëzohet kultura jonë, për jashtë kallëzohet kultura. Faleminderit shumë faleminderit, e mos u lot. Jo, faleminderit edhe të juve. Mesazhi jam u kone, mos qesin veturina. Për me 10 herë e kum pasruar të shetonë, vetëm me gjithë zemër e bëj, këtë punë. Po, kom edhe video incisive, ama nuk i publikoj. Ama duhen më Po është, se s'pate dëshira as me u po, se deshte... Shumë duhen më konë kujdesshëm. Me kallëzu kulturë me kallëzu. Kultura është që kjo, të veturinat e pastërtia e neve nuk po të marrë shumë ko, që unë po të ndimoj pak, për boj temen, për heki që to po ta largoj prej rrugës, e ti mos u lodh, e artë kur më theti me më pyet mu për mbi kalimet edhe nën kalimet e Prishtinës. Qëto është pasqyrja ma e madhe, krejt vendit. Pasqyrja krejt vendit është. Se deshta me e ngacmu pak moderatorën e emisionit, se më pyti më herët, tha, mendon që mbi kalimet edhe nën kalimet në Prishtinë janë të duhura, e po du mi të regu që du të me ardhë një i Pezë e një i Gilanit me ju pastru juve Prishtinë. A vish me ngacmu. Se, Diona! Po mëre, vish ta hudhi që të se mbet ndorë.